Një banesë është përfshirë nga flakët e zjarrit mes ditën e kësaj të shtunë në zonën bregdetare të Shëngjinit. Zjarri ka shkëmbuar plotësisht orën ditë shtëpisë së familjes që malgurit, ndërsa fatmirësisht në momentin e shpërtimit të flakëve, asnjë prej familjarëve nuk ndodhi brenda. Një afërm e familjes tregon se lajmin për zjarrin e kanë marrë nga fqinjët dhe kanë vrapuar me një drejt banesës, sipas saj dyshohet se shkak ka qenë një shkëndijë elektrike. E tronditër ajo I bën apel institucioneve për ndihmë emergjente pasi familja ka mbetur pas tre. Sa tollu për shtëpinë, të shtëpinë të tijoj. Vetëm kur na thirrë për fshi, hajde vrap, vrap, dhe shkërpon tive të dalë të drejtore. Keni me pa shtëpi tani? Tani nuk keni as ku të fut një kokë? Ku kena I kjo është I shpiki, kamo. Janë ndjekur gjitha gjëra? Po gjitha vllaja është shik, ja shik, që ka shik. A një zori këtë, se qamë Sa, nuk ka qenë asnjëri këtu brenda? Jo, sa dolum ka shpia. Po çfarë dyshoni, çfarë ka? Janë të shkirim, po për gazin nuk bajmë. Të shkëriti, të kondicioneri ka qenë leza mese, plaka ne ka dhoma ne ka. Sa pjesëtar jetoni këtu? Vërë gruse, kilomet janë shtetë. Çfarë apeli keni për shtetin, për t'ju ndihmuar? Shteti di vetë që vetë vitë shopi vetë, që me në rimu, ja pasë në shpit në eshu, që të tjetër, vi pensiona. Vetëm ju dy? Vetëm vi pensiona, vetëm I do të shpitë. Ndërkohë shërbimi zjarfikës ndërhyri peshuar e flakëve dhe për të shmangur për hapjen e zjarrit në banesat përreth, nga ana tjetër grupi hetimor po punon për të përcaktuar shkakun e saktë të rënies së zjarrit.